Inxhinierët në Institutin e Teknologjisë së Massachusetts kanë zhvilluar një robot kërcyes me madhësinë e një insekti, i aftë të lundrojë në terrene të thyera dhe të mbajë ngarkesa të rënda, duke ofruar aplikime të mundshme në reagimin ndaj faktësive dhe eksplorimin. Pajisja me madhësinë e një gishti që peshon më pak se një kapse letre, kombinon një këmbë me sust dhe 4 modele krahësh që lëvizin për të kapërcyer pengesat dhe për të kaluar sipërfaqe të ndryshme si akulli, qelçi, lagësh dhe dheu. Roboti prezantuar së fundmi në revistën Science Advances kërcen deri në 20 cm lartësi, 4 herë sa për masa e tij, ndërsa përdor 60% më pak energji se robotet e tjerë ajror. Këmba e tij elastike shndërron energjinë kinetike në mënyrë efikase, e ngjashme me sustën e një stelolapsi, ndërsa krahët që lëvizin sigurojnë stabilitet dhe orientim. Ky dizajn i lejon makineristë të mbajnë ngarkesa deri në 10 herë më të rënda se ato të robotëve fluturues me madhësi të ngjashme, duke mundësuar integrimin e baterive, sensorëve dhe qarqeve. Sistemi i kontrollit të robotit rregullon trajektorin e tij në ajër duke siguruar ulje të sakta nëpër terrene dinamike. Këmba pasive siguron që roboti mund të kërcejë prapa në mënyrë efikase nga toka. Nga ana tjetër, modulet e krahëve që valviten mundësojnë stabilitet. Hi Suan Xiao, një student i diplomuar në MIT dhe bashkautor kryesor, i financuar pjesërisht nga Fondacioni Kombëtar i Shkencës. Projekti synon të bëjë robotin autonomi duke shtuar fuqi dhe sensor të integruar. Ekipi e sheh shkathësinë e pajisjes si një përparim të mundshëm për robotikën multimodale në një shkallë kaq të vogël, duke e bërë atë të dobishëm në misionet e kërkim shpëtimit, ku mund të hyjë dhe të lundrojë nëpër hapësira të kufizuara.